Ndotja e ajrit në Kosovë zakonisht trajtohet si problem mjedisor, por në thelb ajo është problem i shëndetit publik. Në këtë episod të Equal Voices Podcast do të flasim për lidhjen konkrete mes ajrit të ndotur dhe shëndetit. Çfarë ndodh kur ekspozohemi për vite të tëra ndaj një ambienti të tillë dhe cilat janë pasojat. Për këtë do të flasim me doktorin Besim Morina, pulmolog, i cili do të na tregojë për pasojat që vijnë pas kësaj. Unë jam Agnesa Qori Beqiri dhe ky është Equal Voices Podcast. Sot doktor po flasim për një temë shumë e rëndësishme që na vazhdimisht e shohim që trajtohet si temë kryesisht mjedisore, ajri ndotur, sa e flitet për to, i shohim statistikat e gjithçka tjetër, por nganjëherë duket se harrojmë që është temë shumë e rëndësishme edhe për shëndetin publik. A mundesh fillimisht me na tregu se kur flasim për ndotjen në Kosovë edhe për ajrin e ndotur, sa serioz është ndikimi i saj në shëndetin publik nga këndvështrimi mjekësor? Në fakt, flasësh për ndotjen e ambientit asnjëherë nuk është shumë, veçanërisht në vendin tonë ku ndotja e ambientit paraqet një prej problemeve kryesore sa i përket shëndetit publik, siç e thënë ti. Edhe normalisht ne si pjesëtar të komunitetit mjekësor kemi për detyrë ta shfaqim çdo herë sa kemi mundësi këtë rrezik që vjen si pasojë e prezencës së ndotësve në ajrin tonë. Sa i përket aspekt mjekësor, siç e thënë edhe vetë, ne për fatkeq, sidomos zonat urbane po flasim, zonat urbane të Kosovës që tash gjithmonë më shumë po popullohen, janë tepër të ngarkuara edhe tepër të rrezikuara nga ndotja e ajrit. Këto shohim veçanërisht në muajt e ftohtë të vitit, kur nivelet e ndotjes janë tepër të larta, saqë edhe i kalojnë shumë vende të Evropës edhe të botës për nga ndotja. Çka ndikon kjo tek ne? Po në përgjithësi, nëse e themi thjesht, është që më thjesht nuk di ku shkon, por nëse mund ta marrim më lehtë për audiencën ta kuptoj, është që ndotja ambientit lidhet me shkurtimin e jetës të njerëzit. Pra, njerëz që jetojnë në një vend me ajër të ndotur jetojnë më shkurt sesa ata që jetojnë në një vend me ajër të pastër. Normalisht që ekzistojnë mijëra tjerë faktorë që ndikojnë në shkurtimin e jetës njerëzve, vdekje parakoshme, paraqitjes së smundjeve. Po një prej faktorëve kryesorë është ndotja e ajrit. Kështu që çdo iniciativë, çdo qëllim, çdo vendim, çdo ndërmarrje në drejtim të zvogëlimit të ndotjes së ajrit direkt pasqyrohet edhe reflektohet në rritjen e cilësisë të jetës, po edhe në gjatësisë së jetës së njeriu. Po flasim zakonisht për ajrin e ndotur, po ne e dim që ka dhe shumë problematika mjedisore të cilat ndikojnë në shëndet publik, në shëndetin e njerëzve. Sa ndikim sipas jush ka ndotja e ujit edhe mbeturinat në shëndetin e qytetarëve? E dim që po ashtu janë dy probleme shumë të mëdha në Kosovë. Është shumë rritim e vend, sepse gjithmonë kur të merremi me një çështje, zakonisht preket ndotja e ajrit dhe pastaj lihen anash pjesa tjetër, ndotja e ujrave të pijshëm, edhe ndotja e tokës, që është shumë e rëndësishme. Tash normalisht që efekti në shëndetin e personit caktuar, shëndeti i popullatës nuk është i njëjtë, sepse ndotja e ajrit ndikon direkt në më së pari, reflektohet në shëndetin e sistemit respirator. Pra po flasim për smundjet e mushkrive, smundjet e bronkeve, edhe bronkitet, astmat, smundjet e shpeshta që ne përballemi, pastaj sistemi kardiovaskular, e pastaj organet tjera. Kurse te ndotja e ujit, efekti është më i përgjithshëm. I prek edhe organet tjera. Domethënë ne patëm rastin e ndotjes së ujit të pijshëm, domethënë që pastaj kemi ndotjen e ujrave të lumenjve, që është duke vazhduar në mënyrë progresive dhe pa ndalur që në 20 vitet e fundit. Dhe pastaj kemi ndotjen e tokës. Ne jemi duke përdorur produkte të ndryshme kimike, të pa kontrolluara mirë, nuk kemi kur farmasa dhe nuk kemi kur far rregulle në përdorimin e pesticideve, herbicideve, që shpesh nuk kemi dituri edhe për ndërtimin apo përjarjen e tyre. Për përdorimi i herbicideve ka qenë enorm në viteve të fundit. Janë ilaçet që përdoren për shkatërimin e barëve të këqija. Dhe këto përdoren shumë në kohëve të fundit në bujqësi tek ne. Edhe asnjëra nga ato nuk janë shumë të kontrolluara, janë të kontrolluara jo aq sa duhet. Anën tjetër,
ka filluar shumë përdorimi i fitohormoneve apo hormoneve që përdoren të bimt për forcimin, që po ashtu nuk e dim efektin e tyre afatgjatë tek shëndeti i njerëzit. Nuk dihet domethënë. Ne nuk e dim se mbas 10 viteve ndoshta këto që i përdorim këto produkte që i përdorim duke menduar që janë të shëndetshme. Duke menduar që janë bio, sepse si tilla ato reklamohen, mund pas disa viteve edhe të shfaqen probleme shumë mëdha serioze të shëndetit të njerëzit. Domethënë që Çka mundet me bëj qytetarin këtë rast, doktor? Se ne zakonisht ushqemi ndoshta me atë mendimin, që e thamë që po ushqemi shëndetshëm me pemë, me perime, po marrim vitamina, siç ka dëgjuar prej tyre, dhe ndoshta jemi të e bëj të kundërtën. Është shumë vështirë të bëj diçka, sepse normalisht qytetari nuk mund ta ndjek origjinën e produktit. Për shembull në Itali dhe në Bashkinë Evropiane ekzistojnë rregulla strikte, rregullore, përmes cilave regjistrohet origjina e produktit dhe jipen garancione të certifikuar nga institucionet përgjegjëse që ky djath është i prodhuar nga këtë region edhe nga lopt që hajnë ose ushqehen me bar në këtë region. Domethënë, origjina e produktit është breslënse. Për shembull kemi shembull prosciutën e Parmës ose parmigian e regionit Reggiano, domethënë kemi origjinën e produkteve. Për fat keq tukte ne nuk kemi kurfar sigurie sa i përket origjinës së produktit. Të vjen në treg një produkt që ti mendon që është bio, sepse është i joni, është në Kosovë, po nuk e din që për shembull në Kosovë janë duke përdorur fitohormone ndoshta më shumë se sa në regjone, në vendet e regionit. Edhe kjo bën që ti faktikisht nuk ke kurfar sigurie. Nuk mund të bëj shumë, këtu duhet normalisht institucionet të ndërhyjnë, institucionet që janë përgjegjëse për kontrollin, pastaj të rregullohet një gjë e tillë. Pra ndotja prej produkteve që përdoren në bujqësi, pastaj ndotja e tokës nga produktet plastike dhe mbetjeve industriale që është enorme në vendin tonë, edhe po është ndotja e ujrave. Është një problem po aq i rëndësishëm sa ndotja e ajrit. Mendimi është që duhet bëhet një strategji globale sa i përket ruajtjes së shëndetit të kushtimisht themi shëndetit të tokës, ujit edhe ajrit tonë, sepse është shumë e vlerë. Është bazë ndoshta për ruajtjen e shëndetit tonë. Çka ndodh doktor kur në organizmin tonë, çka ndodh me organizmin tonë kur ne ekspozohemi shumë gjatë, domethënë për vite me radhë ndaj ajrit ndotur, ndaj gjitha këtyre problemeve tjera mjedisore? Atër, të ajrin ndotur, domethënë kemi pak më shumë studime, të ajrin ndotur, ekspozimi i organizmit tonë, normalisht ndryshimet e para që reflektohen te ajri ndotur janë mushrit, sepse mushrit ekspozohen në mënyrë direkte ndaj ajrit, e marrim çdo ditë, e thithim ajrin, edhe bashkë me ajrin marrim ato grimcat e dëmshme. Tash janë ta pesë ndotësit më kryesor që e kemi përmend sa herë oksidit e sulfurit, oksidit e karbonit, pastaj materiet grimcore, ozoni e kështu me radhë, cilat ne i njohim pak më tepër. Edhe na e kemi vendosur disa stacione matëse në regionin e Prishtinës dhe i përcjellim ndotjen ditë pas dite. Dëmi më i madh shkon te mushrit, edhe efektet nuk janë gjithmonë përnjëhershme. Efektet do të thani kemi ato efekte përnjëhershme zakonisht reflektohen në përkesimin e smundjeve preekzistuese. Pra zakonisht njerëz që janë smut, që kanë astmë, që kanë bronkit, që kanë emfizem, ose smundje kanceroze kështu me radhë, edhe në momentin kur ekspozohen nivelet larta të ndotjes, për shembull oksidit e sulfurit që janë shumë aktuale në Kosovë, në Prishtinë, sepse vjen direkt nga makinat, sidomos ato që punojnë me naftë. Edhe në momentin kur ekspozohen nivelet larta të oksidit të sulfurit, kemi një ngushtim të rrugës frymëmarrjes ose bronkoobstruksion që i themi, që reflektohen me formë të frymëzanjes ose kollës ose fishkëllimave. Tash problemi është që përveç efekteve afatshkurta në përkeqimin e smundjeve aty për aty, kemi efektet afatgjate që janë më pak kontrollueshme. Në kupton që nëse një person jeton për një kohë gjatë në një ambient ku ka ndotje, ka potencial zhvilloj smundje mas disa viteve, duke filluar nga këto smundje që i përmendëm, me bronkite, emfizema, kanceri mushkrive, apo i organeve tjera përcjellëse, po të smundjeve kardiovaskulare. Për shembull është bërë një studim kin që ka studiu një popullat një qytetit që ka ndotje të lartë,
edhe ka studiu një lagje tjetër në periferi të atij qytetit që ka ndotje më të vogël. Edhe ka qenë studim që ka zgjatë 10 vjet. Dhe brenda atyre 10 viteve është pa për numrin e popullatës, për njëjtën moshë, njëjtën gjini, një farforme mostrimi i popullatës, është vrejt që këta që kanë jetuar në vendet ku ka pas ndodhje të mëdha, një autostradë ose diçka, kanë pas nivele më të larta të sëmundjeve kardiovaskulare, pra kanë pas infarkte më shumë të zemrës, kanë pas rregullime të ritmit ose pa mjaftueshmëri i zemrës. Domethënë edhe ajo keq kuptimi që ndotja e arit prek vetëm mushkërit nuk ekziston, sepse ndotja e arit mund t'i prek edhe zemrën po dhe organet e tjera. Kjo e interesant pak a shumë të lidhet edhe me pyetjen që e kisha ndërmend ja bëj pas kësaj. A ka domethënë ndoshta nga këtu pasojat afagjat ato e pas parasysh jeton në një qytet për disa vite me radhë, sëmundje që nuk mund të jenë të parashikueshme ose nuk mund të vrehen më njëherë. Pikërisht këtyre. Problemi më i madh është ne themi mjekësia i fregohet atyre sëmundjeve që kanë atë fazën e inkubacionit gjatë, pra ato që nuk shfaqen më njëherë. Se për shembull gripi ki një infekcion brenda të nesër në ki simptomat, sa po të infektohesh. Te këto akumulimi i dëmit është çaq i madh se ti masat nuk i merr në mënyrë urgjente, se nuk i vrejnë. Ti për shembull jeton me një familje po në regionin Prishtinë ku ka pak më shumë ndotje ose në fushë Kosovë, dhe ti kini në nivel të lartë ndotjes, ndoshta nëse i merr 365 ditë, e ki më shumë se gjysmën e ditëve me nivele të larta ndotjes që janë të rrezikshme për shëndetin. Ti po i rrit fëmijët në atë ambient. Tashti, nëse ti ke 60 vjet, edhe rrin 1 vjet në ekspozim, efekti është shumë i vogël. Je vetë 60 vjeçar. Po nëse një fëmijë rritet në ambient, ai ka shumë vite përpara, dhe derisa ta mbrin moshën 20 vjeçare, 25 vjeçare, ai mund të zhvillojë një sëmundje obstruktive, një astma apo një sëmundje obstruktive kronike. Kështu që është shumë e rëndësishme edhe kohë zgjatja e ekspozimit. Jo vetëm ekspozimi, se nëse ne qëndrojmë veç për një kohë të shkurtë, nuk ka efekt. Pra, kohë zgjatja e ekspozimit është pa që rëndësishëm sa është niveli i ekspozimit. A mund të ketë ndonjë ndikim pozitiv këtu, nëse për shembull ata që jetojnë në qytete zgjedhin të shkojnë gjatë vikendit diku në fshatra, a mund të ketë ndonjë ndikim apo ndoshta është minimal në këtë aspekt? Normalisht nuk është ndikimi aq sa kem dëshirë ne, po normalisht ekziston çdo eliminim. Ne shpesh bile rekomandojmë që kur ka nivele të larta ndotjes mos dalin fare jashtë me ecë. Mbyllin dritarët rreth shtëpi. Kjo është qëllimi është që sa më pak orë dhe sa më pak sasi të ndotjes të marrim në rrugë të frymëmarrjes. Kështu që edhe largimi nga qyteti 2 ditë është më mirë se sa mos largimi fare, sepse ajo zvoglon në farforme sasinë, është sikur të themi një duan pirësit, mos ta në vend 20 cigarëve të pi 10 cigare, domethënë se rreziku është pak më i vogël se sa që i pin 20. Që është. I përmendni disa nga problemet e të sëmundjeve që mund të shkaktohen nga ajri ndotur. A ka ndonjë prej këtyre që është më specifike që zhvillohet në Kosovë, domethënë, dhe cila ndoshta janë pasojat më të shpeshta që i shihni tek pacientët si rezultati i ajrit ndotur? Atëherë kjo është pikërisht edhe fusha ime, sepse unë jam përveç që jam edhe internist, jam edhe pulmolog me profesion, pra mirë me shëndetin e rrugëve të frymëmarrjes edhe mushkërive. Edhe pikërisht ne vrejmë që problemi më i madh është në dëmin që bën tek mushkëritë në rrugët e frymëmarrjes. Sëmundjet e rrugëve të frymëmarrjes janë ato që më shumë të paraqiten te njerëz që jetojnë në vend me ndotje të lartë. Këtu kush cilat janë bronkiti që mund të jetë bronkiti kronik, janë astma bronkiale, që po ashtu është sëmundja e rrugëve frymëmarrjes, është emfizema dhe sëmundje kronike obstruktive. Gjitha këto sëmundje karakteristike kanë që rrugët e frymëmarrjes ndezen, pra inflamohen në mënyrë afatgjat nga veprimi dëmshëm i produkteve në muret e qelizat e mureve të rrugëve frymëmarrjes. Ato ndezen, inflamohen, ajën, ngushtohen, edhe mas një kohë të gjatë fillojnë me shfaqje edhe simptome që zakonisht shfaqen në formë ngushtimit të rrugëve të frymëmarrjes edhe me frymëzanie shfaqet kjo. Me fishkllima gjoksi, për shembull, në rast të caktuar e ndin njëri që ka fishkllima, ka frymëzanie gjatë sforcimit fizik, hyp shkallëve, mushet frym, nuk e ka kapacitetin mushkërive të mjaftueshëm sa duhet me pas për moshën e tij. Pastaj përveç kësaj fillon edhe simptoma tjera si kolla kronike, çdo ditë ka kollë, ose prodhimi i sekretit që quhet këlbaza. Domethënë, edhe të gjitha këto janë karakteristike për një ndezje të rrugëve frymëmarrje që fillimisht ne nuk e vrejmë, duket si e rastishme,
pastaj fillon mersë tu, është kolla mëngjesit. Jam ftu. Jo ja nisa, u ftofa pak, jo ja dola në ajër të ftaf në guci kolli. Jo mjekulla kështu më radhë. Po ma vonë e shohin mas avancimit probleme, e shohin që këto bën kronike dhe janë të signifikante, janë do të thënë ndryshimet që duhet mirë parasysh që duhet të fillohet me marrjen e masave, ndërto normalisht trajtimi ose edhe higjiena e ajrit. A ka rritje doktor të rasteve të këtyre sëmundjeve gjatë periudhave me ndotje më të lartë, se i theksuat më herët që kur zakonisht gjatë dimrit ka ajri niveli ajrit të shumë i ndotur. Është shumë e dukshme reflektimin shëndetin. Do shta jo veç gripet edhe këto viruset, por edhe rritja sëmundjeve ose zbulimi i tyre ndoshta. Ka qenë kjo periudha për shembull para një muaj gjys kur ka periudha mjegullës. Edhe normalisht mjegulla zgjati me javë, edhe mjegulla ka një aftësi që përveç që vepron direkt në rrugët e frymarrjes, njerëz që kanë astmë ose diçka tjetër, shkakton probleme, mjegulla dhe mban ndotësit shumë poshtë, në nivele të ulta të atmosferës. Nuk shkojnë ndotësit lart, përse se me pas pak frym, ndotja është më mirë, ventilimi natyral, largohet ndotësit. Po mjegulla mban ndotësit, edhe niveli e ndotjes mbrin në nivele maksimale. Me njëherë kjo reflektu nivelin e njerëzve, numrin e njerëzve që u shfaqen për trajtim, kërkonin trajtim. U shfaq edhe në ordinancat që punojmë ne, po u shfaq në ambulancat që punojmë ne, po u shfaq direkt edhe numrin e shtrimit të pacientëve në spital. Pra në ato kohë, në ato javë e përkesimit ndotjes, ne kishim rritje të ndjeshme të hospitalizimit të pacientëve. Për njerëz kërkonin me ushtrim spital se u kusoj ke gjendja. Kështu që është shumë evidente ajo. Kjo pastaj po ngarkon përveç vet pacientin, po ngarkon sistemin, sepse sistemi tash është më të ngarkuar, kërkon më shumë funde për me trajtuar ata njerëz. Plus ata njerëz po dalin jashtë prej aftësisë tyre të punuar, se ata nuk po mundin me shku në punë. Pra krejt kjo ka ndikim të madh, impakt të madh ekonomik. Po për fat keq asnjëherë ne nuk i bëjmë këto llogari, sepse ngarkesa ekonomike që vjen te një popull, një komunitet, një popullat, si pasojë e përkesimeve, është shumë më e madhe se sa vetë nëse marrim masa për me eliminu këtë problematikë. Vetëm mjafton të pastrohet, ne përfijimet janë shumë më të mëdha nëse ne e pastrojmë ajrin. Në mes këtyre grupeve që domethënë që mundet me pas këto probleme si shkak i ndotjes, sa janë të rrezikut ma të rrezikun fëmijët, gratë shtatzëna dhe të moshuarit? Normalisht janë pjesa që ne më shumë të kujdesim edhe jemi më të ndihshëm. Janë më të rrezikuarit. Veçanërisht moshët e vjetra, ata me sëmundje kronike. Ata me sëmundje kronike mjafton që ekspozohen ndotja dhe mund të përkesohet gjendja e tyre më njëherë, saqë duhet i shtrojmë në spital për mi trajtu, mi kthy në gjendjen e mëparshme. Ata me si përmendën me këto probleme respiratore, po edhe me probleme kardiovaskulare, me probleme kanceroze. Po përveç këtyre, shumë duhet me po fokusu te fëmijët edhe te nënat shtatzan pikrisht, gratë shtatzana pikrisht, ato që thashë më herët se fëmijët kanë mundësi me ekspozu. Fillimisht organet e tyre nuk janë të pjekura si të rriturit, mundin mu dëmtu më lehtë, po dhe ekspozimi është më afatgjatë, sepse ata kanë përpara ditë të shumta vite të ekspozimit, që mundësia më ekspozuar shumë më e madhe. Po ashtu të shtatzanët kanë bërë disa studime që kanë vrejtë që shtatzanët që jetojnë në vende ku kanë ndotje të lartë, kanë pas disa probleme të fëmijët e tyre, për shembull lindje me peshë më të vogël, pastaj edhe probleme respiratore post ose rritje e incidentës së astmës të fëmijët e lindur në vend me ndotje. Për shembull ne e dimë që janë bërë shumë studime që kanë vrejtë që fëmijët që lindin në qytete kanë nivele më të mëdha të astmës se ata që lindin në fshat. Tash këto janë shumë faktorë, por një prej faktorëve mendohet se të jetë pikërisht ndotja, sepse ne e dimë që në fshat ndotja është shumë e vogël, qyteti është shumë e madhe, pra dallimi i fëmijëve të qytetit me fëmijët e fshatit është shumë më i madh sa i përket edhe alergjive, po dhe astmës bronkiale. Edhe ne këto vrejmë edhe çdo ditë në praktikën tonë mjekësore. Doktor, kur uji ndotet ose mbeturina digjen pranë disa zonave të banuara, për shembull kemi shpesh raste, sidomos në sezona,
caktuar, çfarë rreziku konkret paraqet kjo për shëndetin? Me djegjen e produkteve të ndjekshme, që në anglisht i thonë biofuels, edhe një prej problemeve që ne më shumti ajo bile mirë si edhe etnitet etiologjik, etnitet që në kupton si një prej shkaqeve kryesore të smundjeve. Për shembull, është një smundja pulmonale obstruktive kronike, është shkaktari i dytë i vdekjes në botë, faktikisht tash me zgjatjen e jetës popullatës që paraqitet te moshët e vjetra. Edhe kjo smundje, shkaktari kryesor është duhani, shkaktari i dytë është ndotja, dhe shkaktari i tretë është ndotja nga biofuels, pra ata që djegin gjana. Sidomos njerëz që djegin gjana brenda shtëpive, pa stufat, tash të gjakçet ose diçka tjetër, pra, ose ata njerëz që punojnë të djegjet ndryshme, ose mbeturinat, pra direkt reflektohet me rritjen e mundësisë me pas smundje obstruktive. A keni vrejt ndoshta ndonjë dallim doktor mes kur i keni pacientë që jetojnë në qytete të ndryshme, në rast me problemet respiratore, pra se ata që jetojnë në fshatra në dallim me ata që jetojnë në qytete? Për fat keq ne nuk kemi shumë studime, jemi mbrapa pasaj për këtë studimeve konkrete në Kosovë. Unë tentoj të bëj disa nga studimet mia, jam marrë më shumë me duhanin sesa me ndotjen. Shpresoj që në të ardhmen do të kemi mundësi të bëjmë edhe disa studime epidemiologjike edhe me ndotjen, efektin e ndotjes në Kosovë, po flasim. Po në praktikën e përditshme, nëse marrim praktikën e përditshme, kemi vrejt, edhe pse këtu nuk janë dhëna plotësisht shkencore, kemi vrejt se për shembull ne kemi shumë pacientë të disa vendeve ku ka ndotje më shumë. Për shembull nëse marrim regionin e Obilicit, regionin e Fushkosovës, regionin e Prishtinës dominojnë me probleme respiratore. Pastaj është regioni Hanë të Lezit pikërisht për shkak të fabrikës tyre të çimentos, dhe ata dominojnë me probleme respiratore, kanë shumë smundje maligne, kanceroze, po smundje tjera respiratore. Pra, kurse disa regione tjera, do të thënë ka Dugaxhini, ka Dragashi, ato kanë shumë pak probleme respiratore që lidhen me ndotjen. Pra, vrejet në mënyrë, do të thënë, edhe në praktikën e përditshme një dallim i tillë. Pikërisht. Çfarë mund bëjë një qytetar sipas jush doktor individualisht, pra për të mbrojtur shëndetin në ditët kur ka ndotje më të lartë? Është shumë problem të bëj diçka sepse nuk varet shumë prej tij. Çka varet prej tij është që të bëj të marrë gjitha ato masat që do ta reduktonin sasinë e ajrit të ndotur, do të thënë që e merr. Një prej tyre e përmendë edhe ti. Ditët kur ka ndotje, ato ditë kur mundet me u largu nga qyteti, me qëndru në fshat, shumica prej neve ne kemi në dikën që e kemi në fshat. Përveç kësaj është rekomandime direkte që për shembull ndotja nuk është gjatë gjithë kohës njësoj në për shembull Prishtinë. Kemi orë të mbrëmjes ose kur nuk ka erë, kur ka mjegull, që niveli ndotjes është më e madhe. Edhe në ato raste ju kisha rekomanduar ti përcjellin matjet se janë çastshme në internet, niveli ndotjes në mënyrë kontinuale shfaqet aty, dhe ti përcjellin nivelet e ndotjes. Në momentin kur shohin ndotjen, mos dalin jashtë, mos ekspozohen, të mbyllin dytaret, qëndrojnë brenda, edhe në mënyrë që ekspozimi të jetë më i vogël. Kjo ishte disa për rekomandime më të mëdha. Pastaj janë dëgja gjëra që nuk mbaren prej neve, sepse nuk i ka çdo kush kushtet me ndërtu shtëpi në periferi. Domethënë, jo të gjithë i kanë kushtet me pas një jetë tillë afër liçenit ose afër një malit ose afër një parku. Po nëse i ka mundësi, çdo masë e tillë është e njëjtë. Problemi, sepse barra më shumë i qëndron në institucioneve të cilat duhet me ndryshu një gjë të tillë. Para se të kaloj te institucionet, ishte veç edhe një pyetje me ndërlidh me këtë. Ne shpesh dëgjojmë që ecja, domethënë, është shumë e mirë dhe shumë e rëndësishme për shëndetin. Sa mendoni që është e rekomandueshme ecja në qytete, domethënë? Nuk rekomandohet. Në këtë rast si në Prishtinë, kur s'kemi opsione tjera gjatë javës ndoshta. Shumë vende nuk rekomandohet fare. Shpesh bile ka qenë një rekomandim i shoqatës kardiologëve të Evropës. Më mirë të mos bësh ushtrime fare se sa të bësh ushtrime në një vend ndotën. Se kam pa shpesh unë në qytet, në pikun e ndotjes dalin njerëz me hiç. Me vrapu, sepse kur vrapon ti, sasia e ajrit që thith është shumë e madhe se sa
kur ecë. Kështu që nuk rekomandohet. Në atë rast ai rekomandohet me shku diku me ecë, me kërmi apo jashtë, ose me bo ushtrimet brenda. Ki ushtrime dhe që nuk var nga vrapimi. Po. Le të themi tash te institucionet, a mendoni që e theksut në fakt edhe më herët që në Kosovë nuk kemi shumë të dhëna kundër lidhet ndotja me shëndetin publik. Po çysh mendoni ndoshta që duhet më dokumentu kjo më shumë, edhe ndoshta me pas më shumë studime në lidhje me ndikimin e secilit prej këtyre faktorëve në shëndetin publik? Për fat keq kjo pak mbaret edhe prej organizimeve dhe interesave që vetë personat që e marrin. Deri tani më ka qenë si një temë jo shumë atraktive. Themi realisht që shumica e ekspertëve mjekësor, shëndetësor, nuk i ka dok si emergjencë e madhe ndotja, sepse jemi ka një shoqëri që sa kemi dalë për luftës, e pa organizuar me 100.000 probleme tjera. Probleme tjera, që janë konsideruar të shumë të mëdha. Pikërisht, edhe aspektin epidemiologjik nuk e kanë marrë shumë seriozisht, po tani kohëve të fundit, vetdia e njerëzve është rrit. Vetdia moshët e reja, gjeneratat e reja janë më të vetëdijshëm në ato çka po hajnë, çka po pinë dhe çka po frymojnë, që është shumë e rëndësishme, sepse nuk i kemi pas një ndërgjegje të tillë para 10 ose 15 viteve. Edhe gjeneratat e reja janë më kërkues. Domethënë shohin se e shoh që këto analiza sa i përket mënyrës ushqimit e keni pa, domethënë që ka shumë interes sa i përket ushqimit shëndosh. E tani është kriju një nevojë më e madhe që të bën studime të tilla sa i përket ndotjes. Janë disa iniciativa që janë duke marrë me iniciativë. Ne problemi më të madh e kemi me disa ndotës kryesorë që janë termoelektrana e Kosovës, që është afër Prishtinës këtu, edhe e kemi ndotjen nga makinat. Qëllimi kryesor i studimit është që të reflektoj këto në publik, të kallëzoj që kjo është shkaktari kryesor i dëmit, ose është i rrezikshëm kjo. Pastaj veprimi bëhet nga institucionet. Ndërprerja e lëvizjes së makinave në qendër, sado e vogël që është ajo pjesë, ka ndikuar pozitivisht në kualitet ajrit. Nëse kjo do të ndërprerë edhe bëjë si në qytetet që kemi pa në Evropë, që një pjesë të madhe nuk shë makina fare. Kitë ndalune me taksat në alta, me problem për parkim, ose me shumë shti, ose janë zonët që nuk ka makina fare. Kjo ka ndikuar mirë kualitetin jetës. Tash për shembull qytete që janë 5 fish, 6 fish më të mëdha se Prishtina, kanë kualitetin e ajrit më të madh, më të mirë. Kjo është absurditeti. Si një Prishtinë kaq e vogël, me 100.000 banor, 150.000 banor, po ka ndotje më të madhe se në qytet milionësh. Do të thënë Berlini ka qytet ajrin më të pastër. Ose mos flasim për gjitha qytetet. Ideja është që zvogëlimi i qarkullimit të makinave është krucial në shëndetin e ajrit, në kualitetin e ajrit, sepse makinat janë prodhuesi kryesor i ndotjes së ajrit në qytetet tona. A mendoni doktor që sistemi shëndetësor në Kosovë është i përgatitur për barrën që sjell ndotja në përgjithësi në Kosovë? Për fat keq ne shëndetësia jonë nuk është mjaftueshme zhvilluar sa duhet jetë. Këtu duhet bëjnë një autokritik për vete, sepse ne, si thash më herët, jemi shumë pak veta. Për shembull, nëse bëjnë një ilustrim në klinikën e Bulungjis janë vetëm 15 pulmologë që punojnë. Edhe ata mirën me probleme shumë të mëdha, nuk kanë mundësi që të shohin gjitha problematikat. Po kjo nuk është arsyetim, nuk është arsye në një forme për të mos bërë kurrë. Ne duhet përgatitemi me ato që ka kemi. Nuk po presim, nuk po pretendojmë që shëndetësia jonë me mbri standardet që e ka një shëndetësia e një shteti Bashkimit Evropian. Të mbri ato. Po ideja është që me ato që ka kemi mujmë bëjmë më shumë. Edhe një prej hapave parë që është kjo, është pikërisht vetësimi që vjen nga ju. Vetësimi i popullatës, se bashkë me popullatën kur vetësohet edhe mjeku. Kur kërkesat e popullatës janë për një ajër më të shëndetshëm, kërkesat janë për një rregullim më të mirë të ndotjes dhe të ajrit të ujit e kështu me radhë, atëherë edhe vetë ne atëherë jemi më të thirrur edhe jemi më kërkues ndaj këtij drejtimi. Kështu që ne duhet të bëjmë këto iniciativa, të fillu formimin e task force-ave
ndoshta institucionale ose gjysmë institucionale, kuadër të institucioneve tona shëndetësore dhe të vendore, në mënyrë që këto task force-at të fokusohen, nëse kemi një task force për shembull për ndërprerjen e përdorimit të duanit, kemi një task force për pastërtinë e ajrit dhe efektin shëndetësor, kemi një task force që mirret direkt me ndotjet e tokës dhe ujit. Pra edhe këtu pastaj ti qesin ato protokollet, ato strategji të reja, çka duhet bëjmë, ti rregullojmë këto gjëra normalisht duke bazuar në përvojat e tjerëve. Që kanë rezultate të suksesshme. Doktor, për fond, nëse mundesh me përmbyll me një mesazh për ata që po na shohin e po na dëgjojnë, do të një këshill profesionale mjekësore si më kujdes për shëndetin edhe si më shmang krejt kësaj ndotje në cilën vetë se po jetojmë. Mu po vjen mirë këto ndryshime të reja që po ndodhin sidomos te gjenerat të reja, që njerëz po bëhen më të vetëdijshëm për shëndetin e tyre, po japin shumë rëndësi jetesës kualitative, jetesës shëndosh. Për fat keq ne ende kemi këto sfidat, përveç ndotjes në këtë rast, një prej sfidave tjera kemi përdorimin e shumta, si pulmolog e ke ndi nevojën ta përmend përdorimin e shumë të produkteve të nikotinës dhe produkteve të duanit që tani pe gjitha të mirave kjo është një e keqe në gjëratës të reja. Që një farë forme ka fillu të përdoret në një mas të madhe, edhe kam rënë nivele epidemiologjike, epidemike më fani. Kemi nivele shumë larta të përdorimit të cigareve elektronike, të vejpave edhe të produkte tjera nikotinës në nivel të fëmijëve, adoleshentëve në shkollat fillore dhe të mesme. Edhe unë vetëm kam pa në Evropë vetëm kanë fillu me pa rrezikun e madh, domethënë janë shifra alarmante, progresioni i përdorimit është alarmant. Edhe gjitha institucionet nuk po dinë ç'është me reagu, ç'ka me bë, sepse është pak është problematike si të përqohet mesazhi tek moshët e reja. Moshët e reja kanë tjetër percepcion. Edhe unë mund me foltu, me dhanë intervista, me tregu fakte shkencore, këtu po është shumë vështirë me çu. Me tërheq vëmendjen e tyre. Edhe pikërisht kjo ka qenë edhe një prej pikave kryesore të shoqatës europiane respiratore, që qysh me gjetë një mënyrë që me mbërri mesazhet të moshës të reja, sepse ata nuk i kanë këto metodat konservative të komunikimit përmes televizionit, gazetave, ose nuk e shohin BBC-n, çka po thotë BBC-ja. Edhe kanë bërë këto strategji të reja që mënyrë që me pikërisht përmes rrjeteve sociale, përmes videove të shkurta, përmes mesazheve nga influencerë ndryshëm, përmes podcastave si kjo juji, mënyrë që me mbrim mesazhi më direkt ata se është kriju një farë ndekun mes neve edhe moshëve të reja që janë më të rrezikuar sa i përket përdorimit të produkte, po dhe ndotjes në përgjithësi. Faleminderit shumë doktor për gjitha këshillat, informacionet edhe për kohën tënde. Faleminderit për jush. Pra, pasojat që vijnë nga ndotja mjedisore nuk janë abstrakte. Ato prekin çdo individ, çdo familje, çdo qytet dhe çdo brez. Dhe kjo kërkon trajtim serioz institucional. Kaq ishte për sot në Equal Voices podcast, shihemi në episodin tjetër.